Pas t'japi ban kështu a kështu? Njerë që kështu tani lëjë. Bok mirë. Televizje, shumë e mirë ti, vjen krosim në qendër të zonës. Vazhdon aksioni, Feronik në 74, vjen kjo, goditje! Fantastik goli! Vetëm minuta e dyte për Baljes. Super goli realizuar nga distanca. Indrit Prodani bombardon portën gjilanase. Shojmë se qëfar vendimi do të marrë Alban Shala. Nuk ka gol, thot Alban Shala, pati loj me dorë. Kroson Armen Thoqe. Lovje krijuar në zonë, mundësia tani! 0-1, realizon Gjilani! Shënon Granit Jashari për të kaluar të kuq në avantazh. Minuta e 6 balafaqimit. Çfarë nisje e këtij duelit të ndëruar shikues. Protestojnë tani vendasit jashtëzakonisht precizmat goditje. Granit Jashari. Brenda 6 minutash u shënuan 2 gola. Ja ky krosim! Çfarë pritje nga Odinstov. Edhe një tentim Zeka. Tenton që të kombinojnë me Tolajn. Nuk ka zë, thot Alban Shala, edhe pse u rrëzua Blert Tolaj. Do të shikojmë në qërim të përsëritur nëse pati kontakt me Ukrainasin Artem. Kërkohet hapësira, vjen goditja! Super gol! Realizon Hamdin Amani. 0-2. Nuk pati mundësi për të intervenuar Artem Odintsov. Urën në bankë është Elon Berisha, asgjë nuk po i shkon për dorë skuadrës së tij. Ja, tani ky pasim në krah, çfarë mundësi e shohim e pabesueshme. Nuk arrin që të realizoj gol skuadra vendase. Ibrahim Cervadiku. Provon goditje mirë po blokohet më pas ky tentim nga Taipi i vëmendshëm Qoriq. Tani ky pasim shohim del Qoriq për Gjilanin. Morina Gjuan jashtë për undon goditje e tij. Kërkojnë penalti mysafirët. Është penalti e bën kontaktin. Blert Tolaj Gjuan 0-3. Minuta 84. 0-3 rezultati në favorin e Gjilanit. Këto praktikisht vulloset edhe fitoria e skuadrës trajnerit Debatik Curi. Të bukur në minutën e 48. Ja kujton në zonë, shojnë nëse ka penalti po. Minuta e 88. Rrugja ishte e arbër po tokut. Shojmë njerë. Shuar shpresim Zogo. I sakt është. Ja ku vjen goli i parë në këtë ndeshje nga Feronik 74.
1-3 rezultati. Kemi hyrë në 2 minutat e fundit të kohës së rregullt. Këtu gjyqtari Alban Shala e mbyll duelin. 3-1 fiton Gjilani në kuadër të Gjiros.